Rikthehemi në terminal, në këtë pjesë të tretë do diskutojmë për atë që cila është ndruar një ndër çështjet kryesore që po diskutohet globalisht, për planin e Trump për paqen në Gaza. Bëhet fjalë për një plan i cili duket se është pranuar pjesërisht nga Hamasi, grafikisht po shohim edhe pikat kryesore të tij: Gaza, zonë radikalizuar pa terror, rindërtimi i Gazës për përfitimin e popullsisë, lufta përfundon menjëherë nëse pranohet propozimi, kthimi pengjeve, lirimi të burgosurve, antarët e Hamasit të angazhohen për bashkëjetesë paqësore dhe dorëzimin e armëve, dërgimi menjëhershëm i ndihmave në ripin e Gazës. Gaza do të qeveriset nga një komitet teknokratik palestinez në mbikëqyrjen e Trump dhe Tony Blair. Hamas dhe fraksionet e tjera të mos kenë asnjë rol në qeverisjen e Gazës. Askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza. Izraeli nuk do të pushtojë as aneksojë Gazën. Mund të krijohen kushtet për një rrugë të besueshme drejt vetvendosjes dhe shtetit palestinez. Ky është plani me pikat e propozuara nga Trump, ashtu siç po thosha, pjesërisht Hamasi e ka pranuar, mbetet i hapur për diskutime të tjera dhe vetëm ditën e nesërme do të shohim në rast se do të pranohet apo jo. Ndërkohë palët vazhdojnë që të mbajnë qëndrimet kundërta me akuza të ndërsjellta. Netanyahu mësohet se ka sulmuar Gazën, të paktën nga ajo që pretendohet nga Palestina, ndërkohë që Izraeli e kundërshton. Një pretendim të tillë do të jenë zhvillimet e orëve në vijim që do të jenë përcaktuese mbi fatin e Palestinës dhe këtij konflikti që tashmë nuk është më lokal, por është bërë global, lidhur me ndjeshmërinë që ka shkaktuar, por edhe protestat e shumta në gjithë botën, përfshi edhe këtu në Tiranë. Ka pasur, le të themi, një reagim në qendër të kryeqytetit me pankarta në mbrojtje të Gazës. Dhe do të diskutoj të gjitha këto zhvillime me zotin Ermal Frashëri, ekspert, mirë se erdhe, me zotin Det Prenga, general, mirë se erdhe. General, Ruel Domi, ekspert, mirë se erdhe Ruel, dhe Ilir Alia, mirë se erdhe Ilir. Faleminderit, kënaqësi. Ermal, pranoi pjesërisht Hamasi. Eksakt. Është një propozim shumë kompleks. Deri tani Izraeli ka thënë po, domethënë ashtu si tha dhe kryeministri Netanyahu edhe në bisedimet që ka pasur me presidentin Trump. Hamasi deri në këtë moment e ka pranuar pjesërisht, pra e ka ndarë propozimin në dy pjesë. Në një pjesë që përfshin anëpushtimin dhe lirimin e pengjeve, dhe një pjesë të dytë ku Hamasi kërkon një rinegocim të propozimit. Pra, nëse deri tani kemi pasur një sistem nga presidenti Trump, po kështu edhe le themi një pritshmëri nga kryeministri Netanyahu që plani të pranohet ose të rrëzohet në tërësi, Hamasi është kthyer me një kundërpërgjigje që ndan planin në dy pjesë dhe kërkon rinegocim. Pra është një çështje që Betet i hapur Trumpi për negociata apo në këtë drejtim është i prerë? O pranoni kështu siç është, o në të kundërt nuk ka më vend për diskutim. Pra si është qasja amerikane? Deri tani ai ka mirëpritur pushimin që ka pranuar Hamasi, po kështu edhe lirimin e pengjeve të fundit. Por ama për rinegocimin le themi pjesës kryesore të administrimit të Gazës pas pushimit, ajo pastaj ngelet akoma në pikpyetje. Thënë këtë, duhet thënë që palët kanë krijuar pritshmëri të mëdha për njëra tjetrën dhe nga një ana tjetër ata duan që do të japin një fund këtij konflikti, pra është i qartë presioni për të dhënë një drejtim konfliktit. E duan palët një anëpushim dhe një zgjidhje të konfliktit? Varet se cila nga palët. Kam përshtypjen se duan se tangua luhet të dyshe. Kam përshtypjen që Trump e do patjetër një anëpushim, madje një marrëveshje paqe midis të dyve, domethënë thjesht shkon në filozofinë e tij. Po kështu edhe Shtetet Arabe, përfshirë dhe Turqinë, donte të shohë një anëpushim. Aty ka falendëruar Trump eksakt. Në dalin që bëri. Eksakt. Por ngelet për të parë që sa palët në terren, domethënë si Hamasi nga një anë, po kështu dhe grupet e tjera të armatosura në Gazë, se në Gazë që vlen për të thënë që në Gazë nuk është vetëm Hamasi që operon. Ka dhe klanit të tjera brenda që deri tani kanë qenë nën Hamasin, dhe Hamasi ka arritur që të mbizotrojë ato, por që nuk është i vetmi aktor aty. Plus edhe Izraeli, domethënë që varet edhe sa Izraeli është i gatshëm që të pranojë tërheqjen nga Gaza, po kështu edhe të lejojë një lloj bashkëtese me Hamasin apo me grupet e tjera. Pra domethënë ka shumë pyetje zbatimi në terren, do thosha ajo është edhe diçka më e fortë aty. Ruel, ka shpresë për paqe në Gaza?
Mendoj që ka shpresë për paqen në Gaza. Në fakt do ta nisja nga ai që tha Armali pak pjesa e ndasisë ndoshta midis dy pjesëve të 20 pikave të planit të paqes, sepse kemi një pranim nga Hamasi në raport me disa pika të planit të paqes, ku përfshihet lirimi i pengjeve izraelit me kusht që Izraeli të lirojë një pjesë të madhe të burgosëve palestinez. Gjithashtu është rënë dakord për pushimin, megjithatë Hamasi kuptohet nuk bie dakord dhe kërkon të negociojë, për të qenë më i saktë, pjesën e qeverisjes së Gazës edhe dorëzimit të armëve, sepse po të kujtojmë në konfliktin që Izraeli ka pasur me OÇP-n, me Organizatën e Çrënimit të Palestinës. Në momentin kur u arrit marrëveshja e paqes, Izraeli për shembull ekzekutoi një pjesë të madhe të këtyre oficerëve të PLO-s, të Palestine Liberation Organization, mbasi ishte arritur një marrëveshje që normalisht do të kishte një çarmatosje të PLO-s edhe nuk do të ndodhte asgjë atyre. Kështu që Hamasi nuk ka incentivë ndoshta ta pranojë në sensin që mund të ketë terrorizim të drejtë për drejt duke njohur Izraelin. Nga ana tjetër, këtu ka dhe një ndasi mendoj midis Trumpit dhe Netanyahut. Trumpi kërkon ta mbyllë të luftë sepse i duhet çmimi Nobelit paqes që një ambicje që presidenti amerikan. Ndërkohë Izraeli ti mendon që nuk është pro Netanyahu do ta zgjasë të luftë sa më shumë dhe arsyeja pse Netanyahu do ta zgjasë të luftë sa më shumë është për problemet juridike që ai ka. Duhet mos harrojmë që ai po përballet me akuza për korrupsion brenda Izraelit, kjo është e parë gjë më e vogël. Problemi i madh është nëse lufta në Gaza mbyllet, ka zgjedhje direkt në Izrael, Netanyahu humbet dhe përballet me International Criminal Court, që është gjykata ndërkombëtare e krimeve, që kanë nxjerrë një mandat arresti për Netanyahu. General, ka shanse për arritjen e paqes? Patjetër që ka. Unë mendoj që bota sot u zgjua në një ditë që priste prej kohësh, e në veçanti lindja e mesme ku konflikti më i gjatë në shkallë botërore mes palestinezëve dhe Izraelit, duke filluar që nga 48-a, e për të mos folur për jetët e humbura, dhe kjo është një shpresë e madhe dhe siç dhe Trumpi e përsaktoi, është një ditë e veçantë sot, jo vetëm për lindjen e mesme për palestinezët dhe për Izraelin, por për mbar botën, do thosh. Si një nga konfliktet më jetëgjatë tashmë që nga viti 48 siç e përsaktova. Po të futim të pastaj tek 20 pikat e paraqitura dhe propozuara nga presidenti e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, unë do thosha që ka vend për të diskutuar dhe palët